Shturime fitoria e parashikuam dje, ndonë se më pak gola, po çka është më shumë është në rëndësi, kena avancu në finalet play-offit, edhe nuk ka nevojit as vazhdimet 2 herë ka 15 minuta, as penaltit. Mrena 90 minuta e kena kry misionin. Interesante ishte në përgjithësi e tërë ndeshja, nëse shihet si strukturë, Kosova po besoj që pajtoni edhe ju, ndoshta edhe ju analizoni edhe më mirë se ne me qenë se përcjellni në detaje si u paraqit dje Kosova. Lënon njëherë ato momentet ku i morën disa gola si Realisht paraqitja e Kosovës u kon shumë e mirë, sidomos në pjesën e dytë, ku i shënum 3 gola, edhe aty e bëm 2 herë rikthimin gjatë ndeshjes prej disavantazhit 1-0 2-1, arritëm të ringritemi, ta marrim veten, ta fitojmë një ndeshje shumë të rëndësishme, e cila për mua, jo vetëm për mua, por për krejt Kosovën është historike, sepse asnjëherë nuk kemi qenë më afër një torneo të madh, qoftë evropian apo botror. Tash jemi vetëm 90 minuta apo 120 minuta apo pas penaltive që kemi ndeshje të martën me Turqinë, larg ëndrës të madhe, kualifikimit në kampionatin botror që mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik edhe Kanada. Po, Taki, të ndalemi ndoshta në 2-3 pika që e karakterizuan, po them, lojën e Dardanëve mbrëm. Realisht, nuk kam dyshu prej fillimit kur është bërë tërheqja e shortit në fituren e Kosovës ndaj Slovakisë, pasi për mua Slovakia ka qenë ndoshta njëri prej kundërshtarëve më të dobët, sepse gjatë ciklit kualifikues e kam poshtë Gjermaninë 4-0, edhe ka pas një rrugtim të mirë, po për mendimin tem ka qenë një kundërshtar që mund të mu kalu. E sidomos dje mëngjes apo para dite mu konfirmu kjo kur Milan Skriniar zyrtarisht nuk ishte pjesë e ekipit për me lujt në këtë ndeshje, pastaj dje që është kapiteni i Slovakisë, njëri prej lojtarëve kryesor. Kështu që me mungesën e tina edhe bindjen që kam pas edhe lojt edhe paraqitjet që ka bu Kosova ndeshjet e fundit, kam besu që kena me fitu, pasi është në poshtë Suedia, Sloveninë kemi në poshtë, edhe kjo mes Slovakia, tash rendin Turqia, po më duket sipas renditjes alfabetike. Mirë Taki, në fakt ndalemi tek disa prej momenteve kyçe të ndeshjes, cilat i po. Ishte interesant edhe goli i shënuar nga Fauli Muslijes, më pas kishte në fakt kogja kohë që kombëtarja nuk ishte shënuar nga pozitat të tilla, në gjuajt e tjera. Po, nëse e këshyrëm kështu statistikisht, Slovakia në 4 apo 5 ndeshjet e fundit në shtëpi nuk e ka psu asnjë gol, përfshirë edhe ndeshjen me Gjermaninë. Kështu që Kosova për një ndeshje për 90 minuta ja faturoi 4 gola për secilin kundërshtar me cilin përball. Muslia, edhe pse nuk është vrejt shumë, e ka pas një paraqitje shumë të mirë, ato e kurarzoi, konkretizoi me qatë golin fantastik. Gol fantastik u kon edhe i Veldin Hoxhës, i cili shënoi golin e parë zyrtar me fanellën e Kosovës, po del si një afrim shumë i qellueshëm. Pasi kemi parasysh ndeshjen me Suedinë atje që kemi fituar 1-0, pikërisht Veldin Hoxha ka asistuar për Fisnik Aslanin që e ka dhënë gol. Fisnik Aslani e dha golën, e konfirmoi formën e mirë. Vedat Muriqi ka luajtur shumë mirë, ka butur pak thys, ka ndol kundërshtar. Kretë kanë qenë perfekt. Do të thotë Vojvoda ka qenë më i miri. E bëri faulin ku e morëm gol, pastaj asistojnë 2 gola, paraqitja e tij kon fenomenale për mendimin tim. Kush e bëri ndoshta pak më shumë se të tjerët diferencën me lojën e tij? Sepse brenda ekipës gjithmonë janë 2 ose 3 persona të cilët pavarësisht se luajnë në Unë nuk për mendimin tim tash, Vojvoda u kon fantastik, në çdo aspekt në ndeshjes, ama nuk e kisha do asnjërin për futbollistëve. Gjithë kanë luajt me zemër, e kanë postë përkrojën e madhe në Bratislav, edhe në fund ja kanë dalë qëllimit përbashkët, për cilin edhe kishin udhëtuar atje. Që kjo është me rëndësi, kena fitu, jena në finalen e play-offit, edhe tash të presim ndeshjen tjetër. Tani të ndalë, po, këtu desha ndalëm. Pse mendon se nuk u fut Zhegrova në lojë? Me siguri në ato momente kur Kosova se u kon disavantazh, Fuda ka besu të për zgjedhjet e vet, edhe që po del me të vërtet një strateg shumë i mirë, sepse pi beson ekipit që e ka në fush, pi beson ndrimet i bëri të qelluara, në ato momente nuk kishte nevojë ndoshta për Zhegrovën, ndoshta për Zhegrovën është më mirë që të jetë në